E ndezi traktorin dhe e mori punën në duart e veta. Një nga heronjtë e ditës në betejën me zjarret në vendin ton është traktoristi i ri Aleksandr Çepikovski nga fshati Ivanjevc. Me traktorin e tij të madh, përgjatë vijës së zjarrit, krijoi një tash të quajtur rreth, me të cilin e pengoi përhapjen e flakëve, ose më saktë, që zjarri të mos arrinte deri te shtëpitë. Një mirënjohje publike Aleksandrit ja shprehu drejtori i Drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim Stojan Angelov. Особено сакам да истакнам еден локален жител, храбар тракторист од село Ивајневци, Аце. Голема благодарност до Аце, бидејќи со неговиот огромен трактор навистина направи херојско дело, орајќи директно низ пожарната линија и гасејќи голем дел од пожарната линија кој што загрижуваше еден дел од селото Лознини. Zjarri që shpërtheu në komunën e Mogilës, në rajonin e Pelagonisë dhe që kërcenonte fshatrat përreth, ishte një nga zjarret më kritik këtë verë. Pas një betejë që zgjati gjithë natën, zjarri u lokalizua. Në shuarjen e tij morën pjesë zjarrfikës nga manastiri, vullnetar nga ekipi për reagim të shpejtë i Drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim në manastir, si dhe banorët e zonës. Përveç këtij zjarri dramatike ka qenë edhe situata pranë fshatit Bogomil në komunën e Çashkës, ku gjithashtu shpërtheu një zjarr i madh. Edhe atje, zjarrfikësit dhe banorët lokale fituan betejën me flakët. Во текот на вчерашниот ден драматично беше во два дела од државата. Најпрво ќе го спомнам селото Богомила, општина Чашка, каде што огнот дојде до првите куќи. Благодарение на храбрата и брза реакција пред се на локалното население беше спречена катастрофа, но бргу пристигнаа и пожарникарите од Велес, кои што дадоа голем допринос за најпрво локализирање, ставање под контрола и гасење на овој тежок пожар. Për shkak të temperaturave të larta në të gjithë vendin është shpallur rrezik i lartë nga zjarret, përveç zonave më të larta, siç është malësia e Sharrit. Në fuqi është edhe ndalimi i lëvizjes në përpye, i cili zgjat nga 1 koriku deri më 31 gusht, ndërsa xhovat arrin deri në 2000 euro.